Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun te baraka wa taala, Zotin e botëve, krijuesin dhe mbajtësin e gjithësisë, dhuruesin e begative të shumta dhe të panumërta. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Lavdet e Allahut dhe paqja e Tij qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të mëdha, ku jemi tek mëkati i mburrjes, al-fakhr, që është mburrja me pa të drejtë, ose mburrje kjo e cila buron nga mendjemallësia. Autori si zakonisht sjell vetëm tekste që nga Kurani ose hadithet profetike, e që në rand parë ka sjell ajetin kuranor, qale ana khairun minhu, sot Allah Azza wa Jall kur flet për iblisin, i cili ka thonë, unë jam më i mirë se ai, pra kur nuk ka pranuar mi bë sejdë Ademit, është mburr se ai është mbi Ademin, është më shumë i vlerësuar, ose është më i ngritur. Andaj këto Allahu e përmend në formë çortuese, për arsye se kur Allahu Azza wa Jall urdhëron diçka, në këtë rast e ka urdhëruar iblisin me i bë sejdë me për ul Ademit alayhis salam, për iblisin nuk ka pas zgjedhje tjetër vetëm se t'i bindet Allahut Azza wa Jall, e jo tregon këtë mburrje dhe këtë mendje mallësi e të mos i përulet Allahut përpara se t'i përulet pra Ademit alayhis salam, se pyetja është përulje dhe dorëzim i urdhrit të Allahut Azza wa Jall. Mas këtij ajeti autori sjell hadithin të cilën e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawada'u. Sot pejgamberi alayhis salam, me të vërtetë Allahu më ka shpallur mua, pra më ka urdhëruar me shpallje, më ka urdhëruar an tawada'u, që të tregoheni modesta, të tregoni përulësi. Hatta la yabkhara ahadun ala ahad, wa la yabghi ahadun ala ahad. Në atë mënyrë që askush të mos mburret ndaj tjetrit dhe askush të mos tregohet i padrejt ose të shfaq padrejtësi ndaj tjetrit. Pra, Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndalu përçmimin në çmimin e tjerëve. E përçmimi mund të jetë dy lloje, ose është dy lloje. Është përçmim i cili arabisht quhet al-fakhr, mburrje me përshtat shqip. Mirë po është mburrje nëse mundu me thonë me të drejta, me diçka që është reale. Për shembull, një njeri mburret para tjetrit që unë kam pasuri më shumë se ti, më i pasur se ti. Edhe është ka pasuri më shumë se ai. Mburret se kam fëmijë më shumë se ti. Mburret se kam dije më shumë se ti. Pra, sot vërtetën, ashtu është. Mirë po kjo është e ndaluar, se është përçmim për tjetrin, ai tregohet me ndjemal ndaj tjetrit, edhe pse kjo është e vërtetë. Mirë po forma se si e shfaq, këtë cilësi e keqe e mendjemallësisë, ky ves i shëmtuar ose kjo cilësi e shëmtuar e bën të papranueshme në shariat, ose nuk i takon një besimtarit, një muslimani të tregon mburrje ndaj tjetrit. Edhe pse kjo mund të jetë pra diçka e vërtetë. E nëse është e pavërtetë, atëherë është padrejtësi. Është nënçmim, përçmim për tjetrin, mirë po me diçka të pavërtetë, edhe të padrejtë. Çdo që të jetë, përçmimi me dy format e saj vjen ndesh me modestinë. Për çata i dërguari sallallahu alaihi wasallam çka thotë? Më ka shpallur Allahu Azza wa Jall, pra më ka urdhëruar me modesti, që të jeni modest, të tregoheni modest. Dhe ka treguar tash që ka duhet të jetë i kujdesshëm, ka mund të vjen që kjo çka e kundërshton modestinë ose çka e prish modestinë e njeriu. Ajo mund prishet qoftë me mburrje duke thonë diçka të vërtetë, po
duke nënçmu tjetrin, qoftë edhe ajo që është edhe ma e rënë me padrejtësi. Pastaj sjell hadithin tjetër, cilin e ka shënuar prap Muslimi në sahihun e tij, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyya, la yatrukunahun." Sot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, 4 gjona në umetin tim janë nga periudha e ignorancës, jahilietit. La yatrukuhunna, nuk e lojnë, kanë me vazhdu, pra me mbet në umetin tim, pra si dukuri negative, si dukuri që janë para islamit. Me qenë se pra islami ndalën ato fatkeqësisht do të vazhdojnë të mbesin në umetin tim si gabime të përhapura në umetin tim. E para prej tyre thot el-fakhru bil ahsab. Thot mburja me prejardhjen. Po duke u mbur njeri me paraardhësit e tij, e duke i nënçmu paraardhësit e tjerëve, mburret pezon me trimnin, me fisnikrin e fisit ose familjes për nga vjen, me bujarin e tyne, me oratorin e tyne pezon, me shkollimin, çfarë do forme që është. Pra mburret me prejardhjen e tij, ndërsa e dyta wa ta'nu bil ansab, kurse e nënçmon prejardhjen e tjerëve, familjen e tjerëve. Pra e nënçmon tjetrin, e përshton tjetrin duke umbur me prejardhjen e tij, po në anën tjetër duke nënçmu prejardhjen e tjetrit. E që kjo mund bëhet forma të ndryshme, një prej këtyre formave duke e mohu prejardhjen e tij, që ti si i filant ose si i këtij fisi ose si forma të ndryshme. Wal istisqa bin nujum, të kërkuarit shi nëpërmjet yje ose me yje, që kjo ka qenë dikuri e kaluar dhe vazhdon aty këtu në jetën ose edhe mas pejgamberit alayhis salam, kjo dukuri jo e mirë. Dhe e katërta thot on niyaha anil mayyit, dhe vajtimi për të vdekurin. Edhe kjo është ka qenë traditë në kohën para islamit, pa që e kanë vajtu të vdekurin duke sjell mjerim, vajtim, duke ja përmend burri që ka qenë, trimi që u kanë, duke livdu, duke përkujtu, duke vajtu, duke kënu me atë vojnë edhe ato që kanë qenë kaluar. Mirë, po pejgamberi më tregon se kjo do të vazhdon, do të mbetet. Dhe e përfundon këtë thonje pejgamberi me kërcënim shumë të madh për vajtorin, ku thot vajtorja e cila nuk pendohet para se me vdek. Pra wan-naiha idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran ose qatran wa dar'un ose dir'un min jarab. Sa do të rinjallet ditën e gjykimit, është e mbuluar me një rrugë prej katrani dhe me një këmish nga zeba. Zeba smunje lkure që e shëmton atë bukurinë e njeriut, dhe ajo këmish si kur i bëhet e ngjitun si lkura e njerit, që është i ngjitet prej trupit dhe e shëmton. Pra edhe kjo është një shenjë e mëkatit të saj dhe shëmtimit për shkak të këtij gjunohi të madh. Autori ka sjellë një hadith për këtë kapitull. Këtë hadith e ka shënu Tirmidhiu rahimahullah, i cili transmeton pra shënon se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhina matu. Thot, le të ndalojnë disa njerëz të cilët mburren me baballart e tyre të cilët kanë vdekur. Innahum ose innama hum fahmu jahannam. Ata janë vetëm qymër i xhenemit. Çfarë mburrje me ta kanë vdekur pa besimtar? Çfarë mburrësh ti me ta kur ata kanë vdekur, se ju drejtohet njerëz ku në pejgamberin e ata paraardhësit i kanë pas pa besimtar, njerëz që i kanë adhuru idhujt.
Dhe ju mburreni me ta, kur ata nuk janë asgjë tjetër veç janë lënë djegse e xhenemit. Au la yakunanna ahwana ala Allahi min al-ji'lan, ose janë më pa vlerë, do të jenë më pa vlerë tek Allahu se sa brumbulli. Në një transmetim tjetër e shpjegon pse pa vlerë brumbulli. Thotë sikur brumbulli i cili jashtëqitjen e bën rrumullak me hunden e tij. Jo një lloj brumbuj që do më thonë është natyrë, jeta aty në është një jashtëqitje që edhe çka me e grumbullojnë, e mbledhen ato e të bojnë ato. Bile thuhet që pejerës mirë mund të vdes, kurse kthjellet nerën e dytë edhe të keqe. Por kjo është një herë e keqe, kjo është diçka e shëmtuar, diçka e pavlerë. Që njëri të mburret me pararësit dhe prejardin e tij dhe ti nënçmon tjetë pro me prejardin që ata kanë. Jo, kjo nuk është ajo peshorja. Allah ka ardhur me Islamin, me dritën e Kur'anit, me dritën e diturisë. Dhe çka thot? Inna Allah adhhaba ankum ubbiyat al-jahiliya. Allahu vërtet ka larguar nga ju mendjemadhsinë e ignorancës, wa fakhraha bil aba, dhe mburrjen me etrit, pra për baballart. Innama huwa mu'minun taqi au fajirun shaqi. Njëri thot nuk është kur gjë tjetër. Ja besimtar musliman i devotshëm, ja mëkatar i mirë. Livdo sa dush, ose mburru ti sa dush me preradhën tone, nëse ti nuk je besimtar i devotshëm. Me këtë dallojnë njerëz, me devotshmëri, me besim. Jo me trimnie, jo me gjëra tjera, jo me një fes ose familje fisnike ose ditur ose ku ta diun. Jo secili është vepra që i dallon njerëzit dhe asgjë më tepër. Pra, njeriu mund të jetë besimtar i devotshëm edhe është i vlerësuar te Allahu Azza wa Jall edhe nëse është nga një familje që nuk ka shumë emër dhe shumë nom. Mirë po tjetri i cili është mëkatar e i mirë, i tillë këmë mbetë edhe nëse është nga një familje me nom edhe me famë edhe me pozitë. Pra njerëzit janë në dy lloje. Kjo është dallimi mes tyre. Se për ndryshe çka? Janë barabartë gjithë. Për ata përfundon hadithi, an-nasu min Adam wa Adam khuliqa min turab. Njerëzit janë krijuar, janë pra pasardhë të Ademit, janë prej Ademit dhe Ademi është krijuar prej dhëut. Të gjithë njerëzit janë të barabartë, po ajo që i dallon njerëzit është imani, është devotshmëria, ose e kundërta. Mas ti kapitulli, autori sjell edhe kapitujt e tjerë që realisht ndërlidhen me temën e parë, e sidomos me hadithin ku përmenden këto 4 zona që janë prej cilësive të ignorancës e që do të besin këtë umet. E kapitulli 2 ka të bëjë me ofendimin tash në çmimin e prejardhëve së tjerëve që është përmend realisht që thamë edhe në hadithin nuk përmend më herët. Mirë, po autori këtu ka sjell vetëm një hadith tjetër tash. Hadith këtë që e transmeton e ka shënuar edhe këto Imam Musliu, i transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot ithnatani fi nnasi huma bihim kufr. Dy gjona pra vazhdojnë të jenë të njerëzit, ato janë kufër. Janë cilësi pra të kufrit. Njeri bën kufër me këto gjona. Dhe ato janë e ta'nu fil ansab, pra nënçmimi i prejardhës së tjerëve, wan niyahatu anil mayyit, dhe vajtimi për të vdekurin. Mas ti kapitulli, ose mas ti mëkate, që realisht të në këto kapitull, flasim për këto mëkate, këto gjënoa të mëdha. Thot kapitulli, men idda'a nasaban laysa lahu. Kush pretendon një prejardhje që nuk i takon. Pretendon që është dikuj që nuk i takon. Transmetohet pra në këtë hadith nga Sa'di radhiyallahu anhu, këtë hadith e ka shënuar dhe Buhariu, e ka regjistruar dhe Imam Buhariu dhe Imam Muslimi.
ku thot men idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayra abihi fal jannatu alayhi haram. Kush pretendon se i përket dikujt tjetër përveç babait të tij, duke ditur që nuk është ai babai i tij, fal jannatu alayhi haram, xheneti është ndaluar për ta. Realisht pa marrë parasysh që na në histori kemi raste ku ka ndodhur birësime të na, kjo është e ndaluar fetarisht. Edhe kanë ardhur, kjo ka qenë edhe te arab të konë, që kanë birësu fëmijët e njëri tjetrit, mirë po që kjo është e ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha. Thot pejgamberi sa fel jannatu alayhi haram, xheneti është i ndaluar për atë person. Faktikisht se kjo mëkat i madh është realisht hyn mesin e mëkatit të gënjeshtës së rrënës, është një pretendim që nuk është i vërtetë. Gjithashtu ka ardhur hadithi tjetër ku thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam la targhabu an abaikum, mos u distanconi nga babalort e juaj. Fa man raghiba an abihi fa huwa kufrun. E kush distancohet nga babai i tij, kjo vepër është kufër. Normal nuk është kufër që nxjerr prej feje, edhe kur thuhet se ky xhenetin e ka të ndaluar, ne kemi shpjeguar disa herë çfarë është kuptimi i këtyne. E ka xhenetin ndaluar, do të thonë nuk meriton që me hin me një herë në xhenet. Po fillimisht e ka të ndaluar. Se nuk është që përfundimisht i bëhet përderisa është besimtar ai. Gjithashtu është edhe fjala kufër, fjala është për kufër të vogël, me përjashtim të atij që beson se është halal kjo. Allah e ka ndalu, ai që mendon jo është halal kjo punë edhe bën kjo punë, atëherë kjo është mohim. E mohimi pastaj del në kufër të madh. Dhe hadithi i fundit që sjell autori për këtë temë është men idda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi, kush pretendon se i takon dikujt tjetër përveç babait të tij, ose pretendon se i takon është meula i një familje ose fisi që nuk i takon, që çfarë meula e shpjegojmë që tash është qëllimi, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, mbi të është mallkimi i Allahut, i melekëve dhe i gjithë njerëzve. La yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamah sarfan wala adla, Allahu nuk pranon prej tij ditën e Kiametit as farz as nafile. Kjo është formë kërcënuese dhe kjo tregon sidomos fjala mbi të është mallkimi i Allahut, tregon që është prej mëkateve të mëdha dhe gjunave të mëdha. Çështja e meula që thonë arabisht, në atë kohën kur ka pas skllav, rob, tash ai person i cili e ka liru robin e tij, po ja ka fal jetën në kuptimin që është tash i lirë, mo nuk është ai zotnia i tij. Atëherë ka mbet një lidhje mes këtyre dy personave. Është lidhje, domethënë se për ka edhe raste që nuk është ditë ka është ai rob, ose u nxin rob në luftë ose ku me diçka, edhe çka ju ka atribu që atij personi që e ka liru. Edhe këtu ndërlidhen edhe dispozita tjera prej tyne, për shembull, është dispozita e trashëgimisë. Nëse një rob i lirum, nuk ka fëmijë, nuk ka dikon që trashëgon, atëherë është ky personi që ka liru ka të drejtën e trashëgimisë. Pastaj edhe mbështetjen ose që të mbështetje tash çipse më thon bashkangjitë çati fisi, bashkangjitë çasoj familje, mohet me çat familje, dhe kjo fetarisht nëse sot kjo s'është kjo temë se nuk ka kësi raste, mirë po edhe juridikisht domethënë ai konsiderohet që është prej çasoj familje dhe çati personi. Kapitulli tjetër dhe i fundit realisht për sot është kapitulli men tabarra min nasabi. Ai cili faktikisht kjo temë pra poshtë ai që distancohet prej ardhes së tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kafara man tabarra min nasabihi wa in daq aw idda'a nasaban la ya'rifu. Thot ka mohu ai i cili ose ka bë kufër ai njeri i cili distancohet nga prej ardhja e tij
qoftë edhe në formën më të thjeshtë, ose pretendon se i takon një periudhë të panjohur. Pra jam filoni fistekut gënjen rën, pra. Rën nuk e tregon të vërtetën. Transmetimi i ngjashëm ka ardhur Taberani përmend autori, gjithashtu përmend një hadith tjetër autori që hadithi si hadith është i dopt. Mirë po, Sheikh Abdurrazzaku përmend se ka transmetime që fuqizojnë si transmetim. Sido që tjetë kuptimi i hadithit është kjo. Ayyama imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysa min Allah fi shay'in wa la yudkhilaha jannatahu. Sot cila do gru e cila fut në një popull dikon që s'është prej tyne. Pra nuk është fëmijë që ato, për shembull, e ka fëmijë me dikon tjetër. Dhe pretendon se është i tyne, ose është i qati personi që martohet masane, pezon prej situatave, ka njëri, është një gru undo me një burr para prak, edhe nuk pret atë kuhën e pritjes. Se janë atje, është periudha e pritjes varësisht prej statusit martesës, do me thonë, a u konë veç e fejume, a u konë e martume, a i ka vdek burri, a u ndo për i burrit llojet mos tim në ato detaje, ajo duhet me prit. Për kjo pritja një prit dobive të saj, është me u vërtetu, a është me barë ajo. E nëse gruaja është me barë, nuk mund të martohet me dikon tjetër derisa të lindë. Se që të mos ngatërohet, dhe me thonë, trashëgimia, të mos ngatërohen gjaku, mos përzihet e kështu me radhë. Dhe pesdom ajo, vetëm për me mrini që të të martesa, nuk tregon që është me barë. Nuk e mshef ata. E kështu me radhë, ka një disa gjana së në mshefen, se është mujtë e periuda të në mirë, po ka situata që mund mshefen. Ato gjana. Atëherë, Allah, pejgamberi sa çka thot, kjo nuk ka hise në mëshirën e Allahut. Dhe nuk është e denjtë, pra me përsy këtë fjalën, felejse min Allahi fi shay, nuk është e denjtë për mëshirën e Allahut, dhe Allahu nuk e fut në xhenetin e tij. Gjithashtu është edhe kundërta. Wa ayyama walidin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi, sot dhe cili do burr që mohon fëmijën e vet, s'është jemi, don me mohu fëmijën e vet, s'është jemi, atëherë thot ihtajab Allahu anhu yawm al-qiyamah. Allahu nuk jap mundësinë me pa Allahun për ditën e gjykimit, që është një lloj ndëshkimi, një lloj dënimi, wa fadahu ala ru'us al-khalaiq min al-awwalin wal-akhirin, dhe Allahu do ta bën hor para krejt njerëzve fillim të parë të fundit. Qëllimi është se të përzidja e gjakut ka shumë pasoja, realisht qofte trashëgimia, qofte afërsia e gjakut, qofte shumë gjëra tjera, andaj kjo fetarisht ka njerëz që shkojnë për gjykata, pretendojnë rrejshëm, që janë të filonit ose të fistekit, ka që mohojnë, për shembull ka njerëz do skandale edhe kështu që dalin nëpër media në kohë të caktuar, që njerëz kanë marrë edhe martesa të mshefta. Ka pas martesë me një gru, po e ka marrë të msheft. Ose ka që pretendohet, paraqitet ose akuzohen nëpër gjykata që jam gruaja e filonit, ndoshta s'është, ato mundin me konë të vërteta, mundin me konë pa vërteta, mirë po, gjithherë është kjo mundësi dhe kështu ndodhin realisht në botë, po sido që tjetë fetarisht kjo është dispozita asaj, po është prej çështjeve të ndaluara. Pastaj autori vazhdon edhe flet për pretendime të tjera, po na çet mos zgjatet derisa më shumë, po e mbyllim me kaq. Lutem Allahun azza wa jall na jap detyri të dobishme dhe të na bën për atyre që përfitojnë nga detyria që marrin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.